إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. فلندرم الله سبحانه وتعالى ati kërkojmë ndihmë, ati kërkojmë falje, tek ai pendohemi, kërkojmë mbrojtjen e Allahut Azza wa Jall nga nefsi jonë dhe veprat tona të këqija. Kauzon Allahu Azza wa Jall në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë ai rrugë. Dhe atë që Allah Azza wa Jall e lënë humbje, askush nuk mund ta drejtojë dhe ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk meriton askush të adhurohet pas Allahut Azza wa Jall, ai është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Vazhdojmë me shpjegimin e mëkateve të mëdha, ku autori pasi fillon me mëkatet e zemrës dhe tregon se i ndan si llojin e parë për shkak të rëndësisë që kanë, peshës që kanë, rezultateve që japin, domethënë negative, pasojave, i ka vendosur mëkatet e zemrës në fillim të librit, e ku mëkatin e parë që e ka përmend nga mëkatet e zemrës është mendjemallësia ose kryelartësia. Autori sjell 3 ajete fillimisht për këtë mëkat të shëmtuar dhe me qenë se ajete shumë ka që flasin dhe trajtojnë këtë çështje, prej tyre ajeti ku Allah Azza wa Jalla thot: Inna Allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sigurisht se Allahu nuk e don atë që është mendje madh dhe mburravec, ose që lavdrohet. Ajeti kuranor ku thot se Allahu nuk e don, çka nuk kupton? E kundërta e kësaj si kuptohet? Pra Allahu rrin. Allahu është i zemrum këtë person. Dhe kena përmend prej kritereve me cilat vlerësohet se është një mëkat i madh, është kur Allah subhanahu wa ta'ala është i zemrum me atë person që bën atë vepër. Është i hidhur, nuk e don. Këtë rast nuk e don atë që është mendje madh dhe që lavdrohet, mburret. Ajeti tjetër thot Allah subhanahu wa ta'ala: Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Me të vërtetë Allahu nuk e don çdo njanin i cili është kryelart dhe lavdrohet ose është mburravec. Kuptimi ngjaj shumë ajetin e parë. Dhe ajeti i tretë tregon se cili do ketë ndëshkimi dhe dënimi për ata që janë kryelart, për ata që janë mendjemëdhej. Thot Allah subhanahu wa ta'ala: Fala bi'sa mathwal mutakabbirin. Sa vend i shëmtum është ai i mendjelartëve. Flet për xhenemin, pra ku do të hidhen, ku do të qëndrojnë, ku do të ndëshkohen. Sa vend i keq sot është ai. Në vazhdim autori përmend hadithin e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, që në transmeton Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, ku thot: Sa i dërguari sallallahu alaihi wasallam: La yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Nuk do të hynë në xhenet ai njeri që në zemrën ti ka qoftë edhe një grimc nga mendjemallësia, një grimc. Nuk hyn xhenet.
nuk ka mundësi me hinë në xhenet për shkak këtij mëkati të madh që ka bë, pa u pastru. Pa u pastru në xhenem. Pra meriton të ndeshkohet, meriton të pastrohet për të hyrë në xhenet. Atëherë, kur e dëgjun sahabët këtë fjalë, që realisht është shumë e rëndë shkërcim i madh ky kur e shikon faktin që pak janë ata njerëz që mundën me pështu prej mendje madhësisë. Pak janë ata njerëz që munden me i shpëtu mendje madhësisë. Në një forma tjetër, njeri pa vedije, me vedije. Njëri prej prezentëve pyetët: Ja Rasulullah, thot inna ar-rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Ja Rasulullah, njeriu ka qef që me pas teshat e mira, me pas nallët e mira në atë kohë, tash me thonë këpuca ose mbatjet e mira. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Thot Allah është i bukur dhe don të bukurën. Pra nuk është domosdoshmërisht që një njeri që veshet bukur, që mbatet bukur, kjo nuk do të thotë që ai është mendje madhe. Se mendja madhësia është në zemër, jo në atë që duket. Ajo mund pastaj në gjurmë tjera mirë, por nuk është veshja pjesë e kësaj. Përkundrazi, kush e ka mundësinë mu vesh bukur, Allahu e don të bukurën. Por e tregon pejgamberi alayhis salam cili është definicioni i mendje madhësisë. Thot el kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Thot mendje madhësia është refuzimi i të vërtetës dhe nënçmimi ose përulja të tjerëve. Pra në raport me Allahun, njëri është mendje madh kur nuk e pranon të vërtetën. Ato që Allah e konsideron të vërtet, a e konsideron të kot. Ato që Allah azza wa jall e konsideron të drejt, a e konsideron të pa drejt. E kështu me radhë. E refuzon pra të vërtetën. Tregohet mendje madh ka shi Allah subhanahu wa taala. Tregohet mendje madh ka shi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tregohet mendje madh ka shi Islamit dhe dispozitave të Islamit. E sheh veten më të madh se sa mu përul 5 herë në ditë me rënë në sejdë. E sheh veten më të madh se sa më ju dorëzu ligjeve të Allah subhanahu wa taala dhe urdhrave të tij. E sheh veten më të madh se sa më ju përmbajt kufeve që ka përcaktuar Allah subhanahu wa taala, pra ka drejtën mi shkel ato. Është diçka tjetër se njëri mund bën mëkat, ha? Mund bën mëkat, bën shkelje, bën gjuna, bën mirë, po kjo arrin deri në shkollën e kulmit të kufrit në atë kuptimin se ja jap drejtën vetes për këtë mendje madhësi. Ja jap drejtën vetes që më thon kjo është e papranueshme, ose halali është haram, haram është halal. Është mos pranimi i të vërtetës. E në raport me njerëzit, i nënçmon ata. I përul. Pra që se sheh veten më të madh se të tjerë. Edhe kjo realisht vjen si rezultat i vetpëlqimit, se autori në vazhdim e përcjell kapitullin e vetpëlqimit. Po vetpëlqimi realisht është hap që i paraprin mendjemadhësisë, dhe është një lloj mendjemadhësie në vete. Mirë, po mendjemadhësi më shumë quhet kur ajo kalon në vepër, a? Se njëri mund të jetë vetpëlqyes edhe pa kon kërkush për zani, shin vetën hoj, e pëlqen vetën, mendon se është ku më di, mirë, po kur e shpreh, pastaj kjo është një hap tjetër, kur e shpreh para njerëzve, i nënçmon të tjerë. E konsideron veten më të madh në prezencën e tyre. Atëherë duhet vëllezërit të jemi kujdesshëm se kjo smundje e zemrës duhet të trajtohet. E kjo smundje trajtohet
duke e njoftë robi Allahun subhanahu wa ta'ala dhe vetveten. Kur njeriu e njeh Allahun subhanahu wa ta'ala, madhështinë e tij, fisnikrinë e tij, drejtsinë e tij, bukurinë e tij, përsosmërinë e tij, gjitha, ai e sheh veten se ku është. Ose e një vetveten. Subhanallah, ky njeri që nëse shikon njerin historikun e vet, është i krijuar për një materie e cila shkelet çdo ditë me kom, prej dhe jo, prej baltës. Pastaj secili është i krijuar nga një pikë uji që ndërmon erë. Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala para gjitha këtyne e krijon njeriu, nuk ka qenë i përmendur fare. Ku ke qenë ti me ndjemat para sa viteve? Kush ka njofta, kush ka ditë që ti je dikon? Secili prej neve në atë para kohën nëse mundu me thonë. Po dhe koha kur ka fillu dhe nuk ke ekzistu ti e ka një hiq. Allah të ka kriju prej hiqit. Pa qenë fare, ta ka jep shpirtin pa pos shpirt. Ka kriju prej një pike uji, pastaj prej një gjaku, një ndrus gjaku, gjak i ngjizur, pastaj një copë mishe, pastaj Allah subhanahu wa ta'ala ta dha shpirtin. Ti jepi jetë, boni të leveshëm. Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala ta dha dëgjimin, nuk e dëgju ma herët, ta dha shikimin, s'ke pa ma herët. Të mësoj, ku linde, ta dha mendjen, mësoj shumë gjana që nuk i ke ditë. Pastaj vjen koha, s'po flasëm që shoqërohet me plot mangësi gjatë jetës ti, fund, ti merr Allahu një ka një. Ta merr fuqinë. Edhe nëse t'ja pjetë, vjen të dobësu njeriu, ta merr shikimin, ta merr dëgjimin, ta merr memorin, mendjen. Ti merr zonat të fund derisa ta merr edhe shpirtin. E pastaj mbetesh sikur një cung i shtrim që njerëzit shpejtojnë të varrosin për shkak erës që ndërmon. E pastaj secili është ushqimi i krimbave. Dhe ne e dim që një materi që ka lënë hohet si ushqim, çka bëhet mas ushqimi në barkun atyne krimave. Është njëri kur i kujton këtë procedurë, nuk ka vend njeriu për me konë në gjëma. Po duhet jetë i përullën, duhet jetë modest, në raport me Allah i përullën, në raport me njerë jetë modest. Dhe kjo njeriu sa tjetë i përullën ka shi Allah, të realisht Allahu e shpërblen me ngritje, i jep krenari. Sa tjetë modest me njerëzit, kjo i shton krenari. O vllazni, janë disa ligje të Allah subhanahu wa ta'ala, që vazhdimisht përmenden, po nashta ndonjëherë është mirë mi përmend si ligje mi marrë një ka një ligje të Zotit. Një prej ligjeve shpesh që përmendet është rregull fetare, el jaza'u min jinsil amel. Shpërblimi bëhet sipas veprës. Je i mëshirshëm, të mëshiron Allahu. E shliron dikën, të shliron Allahu, ha? Qysh e bën veprën, çashtu e ki dhe shpërblimin. Listë tjetër, këtu ku po dojmë na me dal, kur është qëllimi i keq, është ligj e Allahut që të ndëshkon me të kundërtën e qëllimit tanë. Nëse qëllimi jëtë është me umbur, me u lavdru, me u ngrit mbi tjertë, me nënshmu tjertë, Allah do të përulli. Herët avon është ligji i Allahut, Allah do të përulli, se qëllimet e këqija gjithë i rrotullon Allah subhanahu wa ta'ala. Kurse qëllimet e mira, Allah subhanahu wa ta'ala i shpërblen këtë rast me mbos së rregulle, pra me të kundërtën. Njeriu është modest, për ullet Allahu e ngrit, Allahu jap kënaqësi. Autori
Në vazhdim, përmend hadithin që përcjell ose ka shënuar Buhariu rahimahullah, Imam Buhariu, thot se Haritha ibn Wahbin transmeton thot se I dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ala ukhbirukum bi ahli an-nar." Sot a doni që të tregoj për banorët e zjarrit. Një prej gjonave që për vreshtjerave që kanë më herët, pra këtu po përmend direkt që këta njerëz që do të vinë vazhdim, këta njerëz e meritojnë dënimin me zjarr, kërcënohen me zjarr. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Kullu utullin jawadin mustakbir." Çdo njeri, pra I cili është arrogant, vetë pëlqys është mendje lartë, mendje madhe. E ka përmend pejgamberi për shkak rrezikut mendje madhësisë. Për shkak domethënë se këto gjithë shoqërohen mendjemësia, kryelarësia, arroganca ndaj tjerëve, këtë këtu e shoqërojnë domethënë këtë cilësi të keqe. Pra, nënçmimi që thamë edhe më herët, nënçmimi I tjerëve, refuzimi I të vërtetës dhe nënçmimi I të tjerëve. Autorin me radhë përmend një hadith tjetër ku përcjellet nga Ebu Said radiallahu anhu. Na po shpjegojmë kuptimin e hadithit në dy haditheve, meqense dietarët I konsiderojnë të dobta. Na kemi thonë që kjo nuk do të thotë që çdo njeri ka mangësi dhe çdo njeri domethënë nuk është asnjë vepër askujt e përsosne, dhe kemi përpau që në libra ndodh që autori të sjell edhe ndonjë hadith të dobët. Për ty është ky hadith ku thuhet: "Men tawada'a lillah darajatan rafa'ahu Allahu daraja." Kush tregohet modest për një shkollë, Allah do të ngrit një shkollë. Kuptimi është I saktë I hadithit, po si transmetim, si transmetim është domethënë është I pa verifikuar ose është I pa saktë. Mirë, po kuptimi është I saktë. Pra kush ulet, tregohet modest për një shkollë, do të ngritet domethënë për një shkollë. Hatta yaj'alahu fi a'la illin, derisa të ngritet deri në shkollën më. Sa të për ulet, në shtrot ndaj Allahut, është modest, ai ngritet, ulet, ngritet atje deri të mrin shkollën më të lartë. Edhe e kundërta, men takabbara ala Allahi darajatan, kush tregohet me ndjemadh karshi Allahut një shkollë, atë Allah do ta ul një shkollë. Dhe vazhdon kështu derisa të bie në shkollën më të ultën. Kurse e theri tjetër realisht kjo është nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, që thotë se I dërguari sa ka thonë: "Iyyakum wal kibra fa inna al kibra yakunu fi ar-rajuli wa inna alayhi al-iba'a." Ose al-aba'a. Thotë keni kujdes nga mendjemallësia, dhe se vërtet mendjemallësia mund të jetë tek një njeri prezent, përderisa ai është I pështjellën me një tesht vetme, me një pol të vjetër, ose një tesht e vetme. Që është ta në fillim? Mendjemallësia është në zemër. Ka mundësi njeri të jetë mendjemadh dhe të jetë fukare. Ti ketë teshat më të vjetra, teshat e shkyme, për ata hadithi tjetër autori nuk I ka përmend këtu. Për 3 persona që Allah Azza wa Jall nuk I shikon ditën e gjykimit. Nuk I fal, pra, nuk I shikon, nuk I mëshiron. Pra, nuk I shikon me shikimin e mëshirës. Nuk I pastron ata. Dhe për ta ka përgatit dënim, I përmend plakun zinaçar, e përmend mbretin ose udhëheqin në rrencë, dhe e treta të varfurin mendje madh. Të varfin mendje madh. Ka mundësi domethënë I varfër dhe me ka mendje madh. Ka mundësi të jetë mendje madh që sa një njeri I pasën. Ka mundësi të jetë mendje madh një njeri me tesha të mira me. Ka mundësi të jetë mendje madh një njeri që
ka një pozitë të caktuar, një detyrë të caktuar. Ka mundësi të jetë mendjemani njëri që ka dituri ose njohuri. Mirë, po ka mundësi edhe tjetra. Edhe kjo realisht është edhe më e rëndë. Kjo është edhe më e rëndë. E shenjirin i varfën, asgjë nuk ka, i padishëm, çfarë dush thuj? Mendje madh ka shi fejës Allahut, mendje madh ka shi Allahut, e refuzon të vërtetën. Kush je ti? Sillet me Allahun azza wa xal që atë sjellë njëri me njëri nuk e bën. Atëherë, që shta me në fillon, jo domosdoshmërisht që mendjemasia lidhet me pamjen e jashtme. Pra është një vepër e zemrës e cila është shumë e rrezikshme për njeriu. Autori në vazhdim e përmend kapitullin e vetpëlqimit, e që është, po thon prapë është pjesë e kësaj është hap që i paraprim mendjemasis. Pasi që sjell ajetin Kur'an ose është përmend ajeti Kur'an walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun, pra përmend njerëz të cilët ja kanë frikën e dënimit të Allahut subhanahu wa taala. Thot është përcjell nga Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, i cili ka thonë: El halaku fi ithnatayn. Shkatrimi i njeriu është nga dy gjëra. Keni kujdes nga dy gjëra se aty është shkatrimi i njeriu. Cilat janë këto dy gjëra? El qunut wal ujub. Humbja e shpresës dhe vetpëlqimi. Pse këto dy gjëra janë kaq rrezikshme? Pse këto dy gjëra e shkatrojnë njeriu? Sepse kjo që të dytë do t'i qenë në shkatrim. Dhe do t'i përfundon ata njerëz në zjarrin të xhenemit. Ai që nuk ka shpresë, mendon se nuk meriton që Allahu të falë. E humb shpresën te Zoti. Nuk meriton, mendon që nuk është i meritueshëm faljen e Allahut ose se pranon Allahu me gjendjen që ka. Ai realisht e ka shkatruar vetveten. Ai realisht nuk merr hapa konkret që më përmirësu, që me arrit të lumturia në këtë botë, në botën tjetër. Unë tregohet pesimist, dorëzohet, nuk vepron. A më të njëjtën gjë? Edhe që t'in përfundim edhe vetpëlqimi ja bën. Edhe pse ky vepron, po vetpëlqimi ja shkatron gjitha veprat. Se ky mendon punën që është të bëjë më mirë se tjerë. Vjen më fal në xhami, mendon se ai është më i miri. Fillon me fol diçka, mendon se fjala e tij gjithherë është më e saktë. Ai po flet mas rrjedhshme, po flet mas mirë, argumentet e tij janë më të fuqishme, të skuta diun tash me hinat. E pëlqen vetveten. E pëlqen mendimin e vet, idenë e vet, punën e vet, çdrimin e vet, ku ta diun. Ky shkatron gjitha veprat e veta. Ai pari nuk vepron hiç, tregohet pesimist, dhe kjo që njeriu në shkatrim. Mirë, po rastin e dytë, edhe nëse ka vepra, vetpëlqimi e çon me ndjemasi dhe ajo e shkatron veprat komplet. Autori përmend në vazhdim një rast në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot Abu Bekr radhiyallahu anhu, në prezencën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u përmend një njeri. Dhe dikush aty prezent thot e lavdroi. E ka lavdruar, domethënë personin që ka përmend emrin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot: "Wayhak, qata'ta 'unuqa sahibik." Me përthy pak shqip me përshtat, thot mirë për ty, fjala e parë, e dyta, thot ja theve qafën shokut tan. Këtu është jakpute qafën shqip, e thojmë na, ja theve qafën kur. Pse? Vazhdon pejgamberi me këshillën, ja këto ja thot disa herë, mirë për ty. Ja theve qafën thot shokut tan. Mirë për ty ja theve qafën shokut tan. Pejgamberi sa më tregon thot:
Nëse dikush për juve dën ta lavdron shokun e tij, le të thot llogaris ose mendoj se është kështu, mendoj se është i sinqert, mendoj se është i mirë, besimtar i mirë, mendoj. E llogaris për të tillë. Nëse është ashtu të pejgamberi, nëse mendon jo me rrejt, po e mendon, e gjykon një njeri që është i tillë, e shpreh përmendë këtë fjalë, ahsebu, e llogaris të tillë ose mendoj se është i tillë. Wallahu hasibuhu, e Allah është ai që llogarit, se ti nuk din çka ka njerëzit në zemër. Ti gjykon boz veprave, sjelljeve, mirë po në fund gjykimi kujt i takon? Allahut. Dhe nuk them se e pastroj dikon para Allah, do me thonë me marr drejtën e Allahut që me konsideru dikon të mirë në vend të Allah subhanahu wa taala. Pse kjo, vllazni? Se lavdotat që njerëzve, lavdotat që na mu ja bojmë njëri tjetrit, ose njerëz që ja bojnë njëri tjetrit, janë atë shkoku më i madhi që mbjellin vetë pëlqim të njerëzit. Se njëri kur ti din lavdotat e njerëzve, shumë lehtë mundet me mbështet në ato lavdota edhe me mendu që është e ku është e harron që gjykimi përfundimtar është Allahu, jo këta që mendojnë për ty. Po çka mendon Allahu për ty? Çka mendon Allahu për ty? Që kjo është e rëndësishme, janë njerëzit që gjykojnë. Njerëzit gjithë mund të gjykojnë mirë, meqense mos him këtë temë se ka raste kur njëri një lavdot, ajo është një lajm i përshpejtuar për gëzimin për besimtarin. Po nuk guxon besimtarin me mbështetjen të. Po duhet përpiqet përkundrazi, ai do të jetë një motiv me shty, me punu, me Allah na rujt me mbështetjen. Se këtu janë dy probleme. E para, kjo është me pasoja për disa njerëz. Nëse disa njerëz lavdrohen, mundën me ndiku vërtet që ka thonë pejgamberi, ja thën qafen. So fëmijë, e so studenta, e so ndoshta edhe hoxhëllorë, dietar i marrin qafë njerëzit për rreth. Është i Zoti, është kështu, është dhe ai mendon që një me ka mri edhe stopon. Ose arrin me vetpëlqy, vetpëlqimi e godet ose e pëlqen vetveten, edhe kjo ja shkatron veprat e tij, Allah na ruaj. Se duhet shumë të jem kujdes. E mos flasëm, që ka njerëz që janë monafika. Dhe lavdotat i shfrytëzojnë për me mri pëlqimin e njerëzve ose na interes diçka. E lavdron dikon, e lavdron që më ofru atij njerit. Se ka na interes diçka. Dhe ai çka thot, vallahi filani ka raporte të mira, po më lipdon e fjalë të mira, po flet me ty. Shumë njerëz ju thehet çofa me këto. Ai na është monafik. Në të kuptimin don me kesh përdor lavdotat, po se s'është hiç ashtu. Mirë po e ngrit lart qiell që më ofru me përfitu diçka. Për çata kam përmend thot njerëz e urtë kanë thonë këtë fjalë. Men radhiya ay yumdah bima laysa fihi faqad amkana as-sakhir minhu. Sot ai njeri i cili gëzohet dhe është i kënaqur kur të lavdërohet për gjëra që nuk e meriton, gëzohet të kënaqet, çka sot ja jap mundsinë që njerëz të tollen me ta. Nëse ti mburresh pse të lavdron një njeri, ashtu rrejt për ty, ti realisht je tregu naiv. Ti në farforme po jap mundsinë ai më toll me ty. Atëherë mos e pranoj, mos ju gëzo kësaj. Po, ule veten tonë. Mos u mashtro mas ty në lavdotave. Mos u lavdro mas ty në pëlqimeve. E pra po them që është shumë keq se shumë njerëz munden shumë lehtë me ra për shkak të lavdotave. Autori përmend edhe një rast nga Abdullah ibn Omer radiallahu anhu, ku El Harith ibn Muawiya këshillohet me Omerin. Thot me Omer radiallahu anhu. Thot njerëzit po insistojnë thot që unë t'ju rrefej tregime, ti këshilloj. Ti t'ja vzbuti zemrën me tregime, me ngjarje me. Dhe do me marr mendimin e Omerit, a me vazhdu me këto. Ai fillimisht i thot, "Bo çka dush?"
Ai insiston disa herë se kjo kuptohet për fjalës, kështu. Dhe Omeri në fund i thot, kom frikë, thot që ti duke vazhdu me tregu rrëfime, me sjell të njerëzit të tregimeve, që e sheh veten më i madh se ata të tjerë. Se pak tregimet njerëzit janë ndjeshme, ai prek njerëzit, mundën, domethënë, edhe loti me dal, mundet edhe dhe ose me në njerëz të tregu tash ai që tregon, ai është i përsukret që çka po i thot ai mund vet, ha? Allah na ruaj se kjo shkon gjithë kemi gjuna, gjithë kemi mëkate. E kanë herë ai njeri që flet, veç flet të tjerë sikur e harron vetveten. Sikur e sheh vetveten që krejt ata të cilët ndoshta po përfitojnë për ideje, po ti nuk je të përfitu. Ti ndoshta është të rrit mendja dhe të e pëlqy vetveten dhe të i shkatërron veprat e tua. Kur thot se kam frikë, thot që Allah pastaj të ula, e kundërta, që ti vetë pëlqehesh, ti tregosh kryelart, atëherë që Allah thot të ul ditën e kiametit nën këmbët e tyne. Ti mendon që je më i lartë se ta, po Allah të ul varësisht prej mendjemasisë. Bi qadri dhalik. Sot tregosh ti këtë vetë pëlqimin e këto, është Allah me të ul. Dhe e fundit, meqense kjo fjalë për Enesit radiallahu anhu që tregon nga pejgamberi saksimi i rrugës që tash në sikur rastet më herët nuk është i saktë, mirë po thot këtë, law lam tudhnibu la khiftu alaykum ma huwa ashaddu min dhalika. Sikur të mos bëni mëkate, kam frikë për juve nga diçka që është më e rëndë se kjo. Vetpëlqimi. Para mendojnë njerëzit vetpëlqihen të bëjnë gjinohe, të bëjnë mëkate. Po me mos me bëjnë mëkate? Mëkatet, ai njeri që pendohet prej mëkate dhe ndërkohën mëkatet janë rahmet. Se nëse kur gjë tjetër nuk të mësojnë, nuk përfiton njëri, veç që të me është një mirësi. Që mangësi jam, veç sa bona mëkat, e bona këtë. Atëherë kjo, kuptimi se është i saktë, thënë njeriu, në atë kuptimin pozitiv, se nuk bën njeriu tjetë shumë i kujdesshëm. Ka njëherë që shtash lojmet e mira janë për gëzim. Edhe është mirë më përgëzu njërë, sidomos ka nërë për shembull për ëndra. Nëse shet dikon po ndërlidhen në fund të kësaj me një rast me ëndër. Pyetet Sheikhu Themini rahimullah. Sot Sheikh thot nëse dikush thot e ka po dikon ëndër të bë tavaf lakuriç, ndeshën. Sot qysh komentohet kjo ëndër? Sheikhu thot, qaj person që është po në ëndër ashtu, a është njëri besimtar i mirë, kështu në veprimet e tij? Jo. Sot është besimtar i mirë. Sot që gjykojmë si musliman të mirë. Sot atëherë kuptimi i ëndrës është se Allahu e ka falë për i gjunave komplet. Si kur hadithi që njeri cili e kryen haxhin në mënyrën e saktë, duke ruajtur gjuhën dhe veprat e tij, nga sjelljet e këqija dhe veprat e këqija. Lem yarfuz, lem yafsuk, të shkon në hadith. Raja'at ka yawmin waladathu ummu, ai kthehet si ditën që ka fol nona. Hadithi është i saktë. Si ditën që ka fol nona, dhe Sheikhu mbështetet këtë hadith përderisa është besimtar i mirë. Kjo është një përgëzim që shtash nuk kupton që mos më përgëzu, ose kjo në këtë rast më e thonë. Meqense këtu pastaj kjo ngjarje përfundon kështu dhe ata përgëzojnë ata të person. Sheikhu i bindu thot, tregoj që kështu ke pa ëndër dhe kjo është kuptimi i saj. Thot ata përgëzojnë thot po, thot ti o Sheikh. Edhe kjo fillon me qaj. Jo në atë se këtu kjo kuptohet edhe në këtë se kjo për vetë është e rëndë. Se për kësoj këti përfundimi kuptohet sikur Sheikhu a e lavdrej vetë vetën ose pastroj vetë vetën. Mirë po, qëllimin Sheikhu ka mendu që është për dikon tjetër. Dhe që kjo është kur njeri edhe nëse lavdrot prej dikujt dhe ka frikë, se të Sheikhi tash është frikë kjo.
Që me i thonë dikujt kjo, është një besimtar i mirë, është një përgëzim i hershëm. Po kjo edhe mund keq kuptohet, pastaj kuptohet sikur po i bën se ka lavdruar vetveten. Kështu që Allahu na ruaj nga mëkatet, nga gjunohet, na udhëzoft në punë të mira, na udhëzoft në fjalë të mira. Na udhëzon ato që t'i lavdrojmë njerëzit me gjonat që i kanë. Nus pranojmë që njerëzit të na lavdrojnë me gjonat të cilat nuk i kemë dhe nuk i gëzojmë. Dhe nëse lavdrohemi, të janë ato një përgëzim për neve, por janë një mashtrim. Po ato të na shtyjnë që të bëjmë edhe më shumë punë të mira e të ngritemi edhe më shumë me vepra. O sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.